Ju keni kohë të gjatë që keni qenë në një kontributor, qoftë në qeverisje, themi në nivelet teknike, sidomos të organet të sigurisë, por pastaj keni kaluar shoqërinë civile, ku keni dekada që drejtoni një think tank, por natyrisht bëni dhe barometrin e sigurisë të përbitshëm, ai i cili shkruan një lloj busulle edhe për institucionet. Keni, domethënë, ku jemi sot në raport me një dekadë më parë, për sa i përket qeverisjes së institucioneve, sidomos atyre të fushës së sigurisë. Kemi rritje të performancës së tyre, duke qenë se jemi dhe në prag të integrimit të Bashkimit Evropian, apo është e njëjta status quo? Në fakt, situata, mendoj, nëse do vlerësonim sektorin e sigurisë, është sa pak specifike. Së pari, sepse në kuadër të reformave të përgjithshme të Shqipërisë në periudhën e parë të tranzicionit, reforma e sektorit sigurisë ishte reforma kryesore që kërkoi për sistemin. Dhe për gjithë lexuesit ose ata që e kanë jetuar atë kohë, gjithë kjo kërkesë për ndryshim ishte bazuar tek roli qendror që kishin institucionet e sigurisë gjatë kohës komunizmit, kryesisht sigurimi i shtetit, i cili duke pasur mbështetje ose është madhe politike, ishte në gjendje të përdorte burime pastaj të gjitha institucioneve të tjera sigurisë, policisë, ushtrisë, po edhe institucioneve civile për të realizuar atë rezultat që përfundimtar që ishte një shoqëri e mbyllur, e shtypur pa të drejta etj. Ishte sigurimi, me që dorën të përmendat sistemi komunist, sigurimi shqiptar në një farë mënyrë më i rrezikshëm apo më influent se sa stasi gjerman apo sekuritate rumun, apo ishin në nivele? Një çështje tjetër nga pikpamja e profesionistit. Nga pikpamja e organizimit, pavarësisht se shumë gjëra i atribuoheshin sigurimit shtetit, por cili nuk ishte në një organizacion shumë e madhe, rreth maksimumi 2000 veta kishte, por që sigurimi i shtetit që bashkëpunëtar. Ishte në gjendje të mobilizonte gjithë institucionet e tjera për gjitha nevojat që i duhet, dhe kjo është tipike për shtetet totalitare. Pra, në një farë mënyrë, ne do flasim pak më vonë për reformën e sektorit sigurisë, ajo që desha të thosha për ta vendosur në kontekstin aktual, është vendosja e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies demokratike, që do të thotë që sigurimi kishte një lloj dominimi gjatë periudhës komunizmit, dhe nga momenti që i kërkonte, po themi, ushtrisë apo policisë që t'i ofronte shërbime të caktuara që kishin të bënin me realizimin e objektivit të vet, për të mbajtur shoqërinë sa më nën kontroll etj. Tërhiqet dhe nga burimet e, si thua, administrative, kapacitetet e institucioneve të tilla që thash më të mëdha që ishin policia dhe pra është një lloj disproporcionaliteti nga autorët e huaj. Kjo është një observim që ndoshta nuk lidhet shumë me diskutimin e sotshëm, ku thuaj në vitet e para që sigurimi i shtetit kishte rreth 30.000 antarë të tjerë që ishin egzagjerime. Pra, nuk ishin numrat të thoj ajo që dua të them, dhe lidhet me diskutimin edhe të aktual sotshëm, po ishin faktikisht roli dhe mbështetja e madhe politike që sigurimi kishte, dhe që i cili pastaj ishte në gjendje që lirshëm të përdorte dhe institucionet. Për ta lindur me situatën aktuale, me që ju e përmendet me drejt, kur thuaj sigurim në Shqipëri, sigurinë në përgjithësi, lidhet natyrisht me sigurimin, apo jo sigurimin, dhe natyrisht sot mandej me shikun, me shishin, pra me organet të tilla. Ndërkohë që siguria është një koncept mjaft më i gjerë, ne e dimë në literaturë, përfshin sigurinë ekonomike, përfshin sigurinë e bazike të drejtave të njeriut, përfshin sigurinë mjedisore, me që jemi dhe te rasti i Zvënecit që është elefanti në dom. Pra, gjithë këto aspekte tjera të sigurisë duket sikur janë të neglizhuara, edhe në debatin publik, por natyrisht edhe në politik bërëse. Më lërë ta marr pak në mënyrë lineare, ajo që po duhet të them është që për ta përmbledhur, thash që diskutimi sot për reformën e sektorit sigurisë është pothuajse inekzistent